Persona që vuajnë nga kjo sëmundje nuk duhet të hanë banane. Bananet janë një burim i mirë i disa vitaminave dhe mineraleve, veçanërisht kaliumit, vitaminës B6 dhe C. Bananet janë një burim i mirë i kaliumit. Një dietë e lartë me kalium mund të ulë presionin e gjakut tek njerëzit me nivele të larta dhe të përmirësoj shëndetin e zemrës. Bananet janë fruta e preferuar e shumë njerëzve, por ato munden që të jenë një problem serioz në një situatë kur keni një sëmundje të zorrëve në fazën akute. Personat me gastrit këshillohet që të hanë banane për të reduktuar aciditetin e stomakut dhe rrezikun e urthit, por është më mirë që ju të shmangni këtë frutë në rast të sëmundjeve të zorrëve në fazën akute. Mjekët paralajmërojnë gjithashtu se bananet për gastrit nuk duhet të kombinohen me asnjë produkt tjetër.